Një person 56 vjeçar është arrestuar sot nga policia në Gjakov. Sipas komandantit të stacionit policor në Gjakov, Major Milazem Lumi, arrestimi është bërë pas një pune operative të policisë, ku është identifikuar dhe lokalizuar i dyshuari i cili ka qenë i dënuar me 4 vite burg nga gjykata. Sot policia e stacionit policor të Gjakovës, pas një pune operative hetimore dhe pas verifikimeve të bëra, ka arrit që të realizojë një urdhëresë të gjykatës, ku një qytetar nga Gjakova ka qenë i dënuar me 4 vite burgim, të njëjtë saj në afatin e përcaktuar nuk i është përgjigjur, mirë po pas punës thash policore është arrit që të realizohet dhe qytetari tani do të nga ana e policisë të stacionit policor të Gjakovë është dërguar në vujtje të dënimit. Major Lumi ka bërë të ditur se personi nga Gjakova ishte dënuar për shitje, shpërndarje dhe blerje të substancave narkotike. Ky do të akuzohet edhe është gjykuar nga gjykata me vendim të formës së prerë për blerje, posedim dhe shpërndarje të paautorizuar të substancave narkotike. Ai është kapur sot nga njësitë policore dhe menjëherë është dërguar për vuajtje të dënimit në burgun e Dubravës.